Turistët shkojnë në Saipan, kryeqytetin e ishujve të Marianës Veriore, për të shijuar bukuritë e ishullit të paqësorit. Por jo kjo nën. Ajo ka shkuar atje për të siguruar vajzës së saj dokumentin e shtetësisë amerikane. Nëna, e cila identifikohet vetëm me mbiemrin e saj Je për të mbrojtur identitetin, i ka tejkaluar 14 ditët e lejuara që të shndrojë në këtë territor të Shteteve të Bashkuara. Qoftë në sistemin arsimor apo mjedisin e përditshëm të Kinës, trysnia është e madhe. Madje edhe unë dua që të largohem, nuk dua të jem atje, thot zonja Je për Zërin e Amerikës. Ajo shkoi në Saipan në shtator përmes një rregulli që u mundëson qytetarëve kinez udhëtimin pa vizë për 14 ditë, që hyri në fuqi më 2019. Para kësaj, kur turizmi i grave shtatzëna nga Kina ishte në kulm, shtetasit kinez lejoheshin të qëndronin pa vizë për 45 ditë. It peaked in 2017 and 20... Kjo arriti kulmin më 2017 dhe 2018, thot Arnold Palacios, guvernator i ishujve të Marianës Veriore. Në çdo vit regjistroheshin mbi 500 lindje të foshnjave nga nënat kineze. Zoti Palacios thot se këto lindje tejkalonin numrin e lindjeve nga nënat vendase në Saipan. Lindjet nga nënat kineze në ishull ranë gjatë pandemisë. Sipas zotit Palacios, më 2024, nënat kineze lindën 55 foshnje. Kujdesi për nënat që shkojnë në Saipan vetëm për të lindur është një sfidë për personelin e spitalit dhe rrezik për vetë nënat, thot guvernatori. When these women come in, kur këto gra vinë, nuk kanë asnjë të dhënë para lindjes. Nuk e kanë ide nëse kjo është një lindje me rrezikshmëri të lartë apo jo, thot ai. It's a high risk birth or what? Nga viti 2009, të dhënat e qeverisë tregojnë se rreth 3300 foshnje kanë lindur në Saipan nga nënat kineze. Zonja Je thot se e gjeti këtë ishull në rrjetet sociale, ndërsa po kërkonte një vend për të lindur. Nuk kisha kohë të aplikoja për vizë, sepse për atë duhej të prisja. Shtatzënia ishte e papritur. Zgjodha këtë vend sepse ishte vendi ku mund të arrija shpejt atë që doja, thot banori e Kinës. Zonja Je ka aplikuar për pasaportën amerikane të vajzës së saj një muajshe. Ajo ka paguar më shumë për ta përshpejtuar procesin. Kam frikë se kjo politik do të ndryshojë me Trumpin president, prandaj pagova më shumë për ta marrë pasaportën më shpejt, thot ajo. Konservatorët në Shtetet e Bashkuara argumentojnë se e drejta e shtetësisë përmes lindjes nxit emigracionin e paligjshëm dhe se kjo praktik po keq përdoret. Në ditën e tij të parë në detyrë, presidenti Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv për t'i dhënë fund kësaj të drejte. Ndërsa urdhri po kundërshtohet në gjykatë, zonja Je shpreson që rezultatet të jenë pozitive për vajzën e saj dhe ndoshta vetë atë. Sa po erdha këtu, ndjeva se ky është një vend më njerëzor. Sigurisht se do të ketë një mënyrë për të tejkaluar pengesat me të cilat po përballem, thot ajo. Nga fundi i vitit të kaluar, turistët nga Kina duhet të aplikojnë në internet për leje dhe të verifikohen përmes një procesi paraprak elektronik, para se të lejohen që të hyjnë.